Epizodi i 10 i sezonit 6 të podcastit Flasim, si gjithmonë fillojmë me shënimet e javës. Shënimi i parë lidhet pashpakshmërisht me impaktin e luftës së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, të cilën ne mbështesim plotësisht kundër makinerisë të regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimin e naftës. Kjo është një rritje pashmangshme në të gjitha tregjet botërore dhe po ndodh në të gjithë botën pikërisht si pasojë e kputjes së zinxhirit të vlerës që qarkullon në shkëmbimet tregtare në një pikë strategjike siç është ngushtica e Hormuzit. Gjithsesi, nga ana tjetër, ne nuk do të rrim duar kryq përballë kësaj situate dhe siç e kam deklaruar në fakt kohë më parë, jemi sot edhe për shkak të kushteve të kësaj krize të papritur në momentin kur do të finalizojmë krijimin e një faktori shtetëror me impakt në tregun e brendshëm të naftës, i cili do të luajë rolin e stabilizuesit të tregut, do të ndikojë në rritjen e transparencës së çmimit, si dhe do të garantojë furnizimin në treg duke pasur në mbështetje një kapacitet shumë të rëndësishëm siç është garancia sovrane. Pra, besoj shumë se ky do të jetë një moment kthese për të përmbushur edhe një tjetër ambicie dhe zotim të marrë menjëherë me nisjen e mandatit 4 që nafta që tregtohet në Shqipëri të jetë një produkt në një nivel të pandikuar kaq fort nga luhatjet në tregjet ndërkombëtare. Dhe kjo është plotësisht e mundur. Paralelisht, Ministria e Ekonomisë ka ngritur një task force të përbashkët me Ministrin e Financave duke vënë në veprim administratën tatimore dhe doganore, nga njëra anë me qëllim rritjen e kontrollit në tregun e hidrokarburave dhe parandalimin e çdo rritje abuzive të çmimeve të karburanteve, dhe nga ana tjetër për të studiuar me shpejtësi edhe një ndikim mbi fenomenin abuziv të rritjes së çmimit të ushqimeve. Ky grup operacional do të fokusohet me një plan të detajuar në të gjithë zinxhirin e tregtimit të karburanteve, si në shumicë ashtu edhe në pakicë, ndërsa çmimet do të jenë nën monitorim të vazhdueshëm nga institucionet përkatëse. Po ashtu, projekt ligji për rezervat strategjike të naftës është tashmë në konsultim publik. Përkon me këtë situatë, po është një nisëm e ndërmarrë kohë përpara krijimit të kësaj situate, parashikon një krijim rezervash që shtrihet nga 1 në 3 muaj të naftës, por e thash dhe më parë, ambicia jon shkon përtej kësaj dhe besoj se në pak muaj qytetarët do të mund të prekin fillimin e një ndryshimi të shumë pritur në tregun e karburanteve. Këtë javë, gjykata kushtetuese mori dhe mendim për çështjen e TikTokut, në ndërkohë që në fakt nuk kishte më çështje, pasi si rezultati i bllokimit të TikTokut disa kompare për arsyet që janë bërë publike dhe sipas kërkesës së 95% të prindërve dhe të mësuesve, ne hym në një dialog konstruktiv me kompaninë dhe kompania
mori përsipër dhe filloi implementimin e një sër masash të reja në ofrimin e këtij shërbimi për audiencën shqiptare. Megjithatë, gjykata ka vazhduar në inercinë e vet dhe në fund ka dalë në konkluzionin se qeveria nuk provoi se bllokimi ishte mjeti vetëm efektiv. Tani, vendimet e gjykatave natyrisht janë për të zbatuar, por unë nuk mendoj se vendimet e gjykatave janë në të gjitha rastet edhe për të mos u komentuar. Sepse them se është mirë edhe për trupën e prokurorëve dhe gjykatësve të Shqipërisë që të përballen me opinionin e kritikës gjithmonë konstruktive për të përmirësuar dhe ata punën e tyre, pasi të trajtuarit e tyre si lule mos më prek edhe pasi kanë përfunduar proceset, nuk ndihmon në përmirësimin e cilësisë së drejtësisë. Dhe faktikisht ne kemi sot në zotrim fal atij bllokimi, filtra algoritmik apo të verifikimit moshës, kemi një sër masash që lidhen me gjuhën e dhunës, me vetë gjuhën shqipe që ishte fare në radarin e TikTokut deri në atë kohë, dhe kemi një realisht bashkëpunim konstruktiv me platformën. Kështu që ndalimi i përkohshëm solli pikërisht të gjitha këto rezultate. Një kompani shumë miliardëshe erdhi në tryezë bisedimesh me një shtet të vogël, i cili në të gjithë vlerën e vet është nën vlerën e kompanisë dhe nuk është i vetë bishtet. Këto kompani janë më të mëdha se shumë shtetet marrësbashku për nga kapitali, vlera e kapitalit që ato kanë në zotrim. Dhe këtu hyn gjykata kushtetuese, si kofini pas të vjelit, dhe nuk merr parasysh detyrimin kushtetues, që Kushtetuesa e Shqipërisë e përcakton qartë se fëmijët kanë drejtën e një mbrojtje të veçantë nga shteti, dhe se duhet mbrohen nga çdo praktikë që mund dëmtojë shëndetin e zhvillimin e tyre, dhe nuk merr parasysh as faktin që bllokimi i TikTokut nga ana jon jo vetëm që nuk u kundërshtua apo nuk u vu në dyshim nga institucionet ndërkombëtare, duke filluar nga Bashkimi Evropian, po përkundrazi, u komentua pozitivisht në një sër platformash mediatike të shumë shteteve në Europë dhe përtej saj, në një periudhë kur shumë vende përpiqen të marrin masa të tilla. Dhe kur faktet tregojnë se algoritmat e këtyre platformave mund të prodhojnë efekte të dëmshme tek fëmijët, nga ankthi deri tek sjelljet vetëlënduese, apo tek shfaqjet brutale të dhunës që mund të çojë larg qoftë deri në humbjen apo marrjen e jetës së tjetrit, atëherë mosveprimi i shtetit nuk është neutralitet dhe në këtë kontekst e ashtu quajtura liri e fjalës me të cilën abuzohet kaq shumë nuk ka absolutisht as edhe një lidhje. Gjithsesi, gjykata kushtetuese e ka marrë vendimin e vet, një vendim i panevojshëm në rastin më të mirë sepse nuk kishte më konflikt dhe nuk ishte më se çfarë të diskutohej, dhe ndërkohë ne kemi bërë punën tonë dhe kemi marrë atë që prisnim të merrnim nga bllokimi i TikTokut. Kam një shënim veçantë për sa i përket një çështje që ka marrë vëmendje mediatike dhe që si të gjitha çështjet e tjera të kësaj bote kur marrin vëmendje mediatike në kohën që jetojmë, mbulohen nga një mjegull e madhe
marrëzish, fantazish, budallëqesh, liksish dhe me një fjalë vetme dizinformimi. E kam fjalën për çështjen e portit të ri tregtar dhe ushtarak të Porto Romanos. Tani, ne jemi jo në të drejtën, por në detyrën tonë të riorganizojmë rrjetin portual të vendit, të ndryshojmë funksionin urban të zonës Durrësit, të shpëtojmë qytetin e dytë më të madh të vendit dhe qytetin e parë turistik të Shqipërisë në vijën bregdetare nga gangrena në mes të organizmit vet urban që është porti i vjetër, të rrisim kapacitetet tona përpunuese, logjistike dhe geopolitike, duke u përputhur me standardet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, përmes ndërtimit të një nyje 3 strategjike për jo thjesht Shqipërinë, por për rajonin dhe për funksionimin e korridorit të 8, dhe në ndërkohë të gjitha këto sfumohen nga lumi i marrëzive që shqiptarët janë të detyruar të përballin për ditë, në çdo orë, në çdo minutë, sa herë që kanë kontakt me 700 tenxheret politike dhe mediatike. Ideja e transferimit të portit tregtar në Porto Romano dhe transferimit të portit aktual të Durrësit për funksionin e ri të një motori të fuqishëm të industrisë së re të turizmit është absolutisht zgjidhja më logjike e pamundur në kohërat më parshme për shkak të Shqipërisë që ishte dhe plotësisht e domosdoshme për Shqipërinë tjetër që ne po ndërtojmë dita ditës. Porti i ri në Porto Romano nuk është thjesht një projekt infrastrukturor. E përsëris është një projekt strategjik, rajonal dhe europian, i lidhur me funksionimin vital të korridorit 8 dhe me nyjet tjera logjistike, ku përfshihen dhe portet e thata të Prishtinës dhe të Shkupit. Siç e theksova në ditët e shkuara, në këtë proces nuk ka patur si kundër hidhen përpjet ciklat e avujve të tenxhereve mediatike, as një shqetësim të shprehur nga aleatët tanë, as nga Shtetet e Bashkuara, as nga Bashkimi Evropian, përkundrazi projekti i hartuar nga kompania më e madhe në botë, me reputacion të padiskutueshëm, Royal Asconic, holandezja Royal Asconic, është në tryezën e NATO-s, ka kaluar të gjithë filtrat teknik dhe tani pret të hyjë në bashkë me grupin e disa projekteve tjera të mëdha në filtrin politik, pikërisht sepse është një projekt me një vlerë të konsiderueshme geopolitike. Por natyrisht, e kam thënë dhe përsëris, këtë port të ri, jo të gjithë e duan, jo të gjithë e mirëpresin, faktor brenda dhe jashtë, duke filluar nga faktorët e nëndveshëm të atyre që lidhen me trafiqet, deri tek faktor politik dhe faktor të tretë jashtë kufive të Shqipërisë, s'kanë sesi ta mirëpresin. Pasi në rastin më të mirë, kjo është një fuqi e re që hyn në konkurrencën tregtare detare të mesdheut dhe në rastin më të ndjeshëm, ky është një faktor që merr pjesë nga le të themi sofra ku shpërndahet përfitimi i gjithë aktivitetit detar tregtar në këtë pjesë të botës ku ne jetojmë. Një port i ri i këtyre përmasave me këtë ambicie
e çon Shqipërinë në një nivel tjetër, në hartën logjistike të rajonit dhe e kthen në një vend që zotron edhe një nyje strategjike të transportit në mes të Europës, si pikë lidhëse mes lindjes dhe perëndimit. Më e qartë se kaq, unë nuk e di se si mund të jetë. Dhe në fund duhet të them që pavarësisht vështirësive që ka hasur projekti, pavarësisht dy proceseve të papërfunduara në sekondën e fundit, pavarësisht tërheqjes së kompanisë që ishte shumë pranë lidhjes së kontratës dhe prite vetëm të paraqisë oferte financiare, por që u shpreh se në kushtet e krizës dhe rritjes së çmimeve nuk e shikonte të mundur të jepte një ofertë financiare, ne jemi gati të kalojmë në një plan tjetër, të shpejtë dhe agresiv për të garantuar fillimin e ndërtimit të portit, për të cilin kemi vënë dispozicion edhe të gjithë buxhetin e nevojshëm. Kuvendi i Shqipërisë i dha fund një diskutimi, debati, polemike, përplasje të gjatë lidhur me kërkesën për të autorizuar heqjen e lirisë së një deputeti. Dhe çështja e deputetes Belinda Balluku, sipas meje, sipas nesh, është një çështje e mbyllur. Kuvendi u shpreh, pasi trajtoi me shumë përgjegjësi dhe me kujdesin më të madh të gjithë çka ju vu në dispozicion dhe nuk e autorizoi kërkesën me vlerësimin se kërkesa është në vazhdën e një kuturisje e cila nuk mund të vazhdoj pafundësisht, ku njerëzit trajtohen si të ishin mjete në dispozicion të luftës kundër korrupsionit, edhe kur nuk bëhet fjalë për korrupsion, edhe kur nuk bëhet fjalë për përvetësime për interesa personale, edhe kur nuk bëhet fjalë për ndonjë arsye që mund të pengojë zhvillimin e hetimeve dhe merren edhe futen brenda duke praktikisht e kthyer Shqipërinë në delen e zezë të Këshillit të Europës, të gjitha vendet të Këshillit të Europës, jo të Bashkimit Evropian, si vendin me më shumë të paraburgosur, pra të kyçur brenda pa gjyq, sesa të burgosur, pra të gjykuar dhe të dënuar. 58% e popullatës që ne kemi sot në sistemin e burgjeve të Republikës së Shqipërisë nuk janë gjykuar, por janë në burg dhe jetojnë me taksat e shqiptarëve në vend se të jetojnë me punën e tyre jashtë burgut dhe të ndiqen në gjendje të lirë. Natyrisht nuk flas për të gjithë, sepse me siguri mes tyre ka dhe nga ata liria të cilëve duhet kufizuar paraprakisht pasi janë kapur në kushtet e flagrancës, kanë kryer një vepër të rëndë penale, janë shoqërisht të rrezikshëm e të tjera, por në tërësinë e vet, përderisa Këshilli i Evropës ka vënë alarmin për këtë çështje, ne nuk kemi se si jemi të shurdhët, dhe ndërkohë që nuk kemi mekanizma për të frenuar një tërësi veprimesh të kësaj natyre që janë vërtet të rënda dhe justifikohen, siç thot raporti i Këshillit të Evropës, me fjalë të përgjithshme, në këtë rast, me duart tona, ne nuk mund t'i bashkoheshim kësaj kuturisje. Deputeti është i barabartë përpara ligjit, kjo nuk diskutohet. Si çdo shtetas tjetër mund dhe duhet hetohet nëse ka arsye për hetim, por liria e deputetit, si e çdo shtetasi tjetër, nuk mund të kufizohet thjesht dhe vetëm me fjalë të përgjithshme apo me teorinë që prokurori dhe gjykatësi janë të pavarur dhe ata bëjnë çfarë duan. Ata nuk mund të bëjnë çfarë të duan kur trokasin
në derën e kuvendit dhe kuvendi nuk mund të bëj sikur nuk shikon, sikur nuk dëgjon, sikur nuk mendon dhe të refuzoj të kryejë rolin e tij duke praktikisht mbrojtur dinjitetin e vet, dinjitetin e parlamentarëve të Republikës së Shqipërisë që nuk mund të trajtohen si fajtor pa qenë të shpallur të tillë nga gjykata dhe nuk mund të kufizohen në lirinë e tyre pa pasur asnjë kusht që të çon në këtë drejtim. Pra, në këtë rast, siç dihet botërisht, kemi të bëjmë me një çështje ku prokurori ka ngritur me të drejtën e vet dyshimin dhe ka nisur hetimin dhe ka pastaj ngritur akuzën për shkelje të barazisë në tendera rreth 6 vite më parë dhe nga ana tjetër nuk ka akuzë për korrupsion, nuk ka akuzë për përvetësim fondesh, nuk ka asnjë skenë flagrance, asnjë provë që të çon në këtë drejtim. Dhe kodi i procedurës penale shumë i qartë, mosdhënia e autorizimit pa arrest nuk e pengon prokurorin të vijojë hetimin apo të kërkojë masa tjera. Pra hetimi vazhdon dhe drejtësia nuk pengohet. Nga ana tjetër, deputetja nuk ushtron më asnjë funksion ekzekutiv. E gjithë kërkesa ishte aty kur ajo e ushtronte funksionin ekzekutiv dhe pavarësisht se ajo nuk është më në detyrë, prokuroria vazhdoi të kërkojë të njëjtën gjë, duke harruar se faktikisht nuk kishte asgjë të re që kishte ndodhur përveç faktit që deputetja ishte thjesht një deputete dhe që nuk ka më asnjë kapacitet të ndikojë në asgjë për sa i përket hetimeve. Kështu që e përsëris, arresti si masa më e rëndë e sigurimit do të jetë mjeti i fundit, nuk mund të jetë mjeti i parë. Dhe duhet shtoj këtu se të gjitha ata që vuan kujen për integrimin dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian që na qëngej kaq afër, keni parasysh, janë po ata të cilët deri në këtë moment predikonin ditë natë se integrimi dhe antarësimi ishin shumë larg. Se integrimi dhe antarësimi ishin një ëndër që unë e shisja për shqiptarët, por që se besoja as vetë, se ne kur nuk do antarësoheshim në Bashkimin Evropian dhe pa pritur në të gjitha tenxheret, u ngritën përpjet kapakët sepse ëndra u prish në çastin e fundit. Këta janë në rastin më të mirë qesharak, në rastin më të keq janë jo vetëm ignorant, po janë dhe shumë të ligjë. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak. Është e vërtetë që kemi pasur një diskutim shumë konstruktiv me disa partnerë, të cilët kanë një opinion të ndryshëm, të cilët kanë komplet një tjetër qasje në imunitetin në vendet e tyre, sepse në vendet e tyre nuk fillon dot asnjë hetim pa marrë një herë autorizimin e parlamentit. Ne nuk kemi imunitet të kësaj natyre në Shqipëri, ne kemi vetëm garanci për mbrojtjen e lirisë së deputetëve dhe kaq. Të tjerat, kur thoshte atë qerifishta, janë dokra hini. Në këtë epizod të 10 të sezonit 6 podcast Vlasin, kam një tjetër të ftuar shumë special, por ajo që e bën edhe më speciale për një e tij është kurajoja për të ardhur këtu dhe për të folur lidhur me një terren totalisht të minuar, ku perceptimi dhe stereotipet janë kaq të fortë, saqë shumë e vështirë që faktet dhe shifrat të gjejnë rrugë për ta qarë daullën e veshit të shumë njerëzve në një
drejtim tjetër. Jo në po atë drejtim që qarë Davullja e Veshit ikën të tërë, s'ka më njeri, mbetën vetëm ca pleke, ca plaka që na mashit keqe. Na mashi jam me profesor Arjan Gjonçajn këtu, një profesor i mirë njohur dhe i shumë vlerësuar në rrethet akademike dhe me një karrierë të gjatë akademike në një prej shkollave më të rëndësishme të Britanisë Madhe, London School of Economics. Tani profesori ka shumë arsye për të folur edhe ka prekur shumë fusha në përpjekjen për të ndihmuar Shqipërinë, pavarësisht se ka zbritur në kadishullin britanik, qysh në 91 dhe që atëhere nuk ka lëvizur më që aty si rezident, ndërsa si trup dhe shpirt ka lëvizur vazhdimisht midis Britanisë dhe Shqipërisë. Por, cila është arsyeja që e kam ftuar sot profesorin dhe të falenderoj shumë për pranimin e ftesës. Arsyeja është një publikim i bërë jo shumë kohë më parë, sepse ekspertiza kryesore e profesorit janë është demografia dhe publikimi lidhet me migracionin dhe emigracionin e shqiptarëve. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që erdhe, tani ke pranuar ftesën të flasësh në një terren totalisht të minuar, ndërkohë që unë kur pash në fillim publikimin u interesova shumë, edhe ka të vërtet dhëna jashtëzakonisht interesante. Është vërtet. Por le ta fillojmë nga fillimi. Kur e morë përsipër ta bësh këtë dhe a ke bërë më parë të njëjtin vërtim apo ky është Atëherë studimi është i madh, nuk është i bërë nga Arjani si individ. Studimi është i bërë nga Banka Botërore, ILO dhe Instate, pra është vërtim. Një ankete 2024-s dedikuar për emigracionin. Po ndërkohë jam ti ke marrë dhe ke unë kam punuar të gjitha të Shqipërisë që nga 1950 deri tash dhe vazhdoj të bëj ato me kohë. Migracioni është një elementet e fokusit për dy arsye. Para sepse është më i vështirë për të analizuar, sepse burimet e dënave nuk janë sakta. E dyta sepse është faktori përcaktues në dinamikën e popullsisë në Shqipëri. Në fjalë rritje e popullsit përcaktohet nga emigracioni, struktura moshore, ndryshimet e saj përcaktohet nga emigracioni, gjithçka është përgatitur për përcaktuar nga emigracioni. Nuk është përcaktuar nga lindshmëria apo nga vdekshmëria, por kryesisht nga emigracioni. Dhe si fenomen masiv, herë mbas here i kthehem. Në rastin konkret, isha duke bërë disa projekcione mbi analizën e dhënave të 2023-shit regjistrimi, dhe ky vërtimi i Bankës Botërore dhe Instatit parandor në mënyrë të rastësishme kur po interesohesha për emigracionin. Se çfarë ndodhi është që në 2023 kur bërë regjistrimin ne kapëm një trend që ishte shumë interesant. Që nëse në 12 vjet ishin kthyer 108.000 shqiptar, 26.000 nga ato ishin kthyer vetëm 2023. Dhe kishte një lëvizje eksponenciale. Dhe aty i thash diçka po ndodh, po çfarë po ndodh nuk jam gjendje ta shpjegoj sepse duhet analizuar regjistrimin me detaje. Gjëja e dytë që kapa është që shoh një nga rrethet kryesore që ishte Berati, prapë në regjistrimin e popullsisë parë të këtij vërtimi, e kishte migracionin neto, domethënë e kishte balancuar. Plus minus 2%. Edhe i pyes prapë, ore po Berati çfarë ka? Domethënë plus minus midis të ikurve me të kthyer. Domethënë kthyer trendi, se ne kemi pasur shumë negativ. Migracionin neto. Edhe pyes nuk kishin përgjigje vetë këta. Pyes, pastaj i thras mendjes pa harrojmë që ne Berati është një nga qendrat tona më të mëdha turistike, dhe që ka pasur në lidhje me turizmin, po edhe me agroturizmin ka pasur një zhvillim më të madh se vendet e tjera. Kontaktoi kryetarin e bashkisë. Edhe morë vini thash, më shpjegojnë që i thash si është
sistemi punësimit apo i ndërmarrjeve. Rini tha, po vetëm gjatë periudhës që kam qenë kryetar bashkie në hapur brenda kalas 100-200, nuk i mbaj mend biznese të reja. Pastaj shkova te regjistri i bizneseve dhe pash që vërtet ishin hapur shumë biznese të reja. Pra, fillova të mendoj atëherë nëse ka të kthyer në Berat, janë kthyer për arsye sepse ka pasur vende pune, ka pasur oportunitete të reja. Kur deli ky vërtetimi pastaj ky ishte shumë i qartë, sepse është vërtetim i dedikuar dhe i detajuar. Jo vetëm që ka kapur familjet që kanë migrant ose emigrant brenda Shqipërisë, por dhe i kanë ndjekur ato që janë jashtë. Nuk ka vërtetim më të detajuar se kjo. Po, për të hyrë pak më në detaje, sepse aty ka shumë shifra edhe siç unë e kam mësuar për shkak të detyrës, ndërkohë që ti e di mirë, shifrat gjithmonë mund të interpretohen në mënyra të ndryshme dhe nëse nuk udhëhiqesh nga parimet sakta edhe nga sytë stërvitur për t'i parë, mund të ndjesh konkluzione komplet të tjera. Nëse do të thosha cilat janë 3 gjërat kryesore që të kanë bërë më shumë përshtypje. Shiko, ne themi që kur 2 matematician bëjnë të njëjtin gabim nuk është më gabim. Problemi është tjetër kund. Dhe nëse 2 burime të dhënësh tregojnë të njëjtën histori, do të thënë që historia është e vërtetë, është faktike. Unë sapo përmenda atë që po shikonim në sensusin e fundit, dhe kur shikoj në këtë vërtetim, raportin, pa i hyrë të dhënës të analizuar, shikoj që e para vetëm 1/3 e familjeve në Shqipëri kanë ose një emigrant ikur ose të ardhur. Kjo na çuditi pak për arsye se ndoshta i kanë humbur ato që kanë ikur me gjithë familjen. Por gjëja më kryesore që na çuditi është që përqindja e familjeve me një të larguar, një ose më shumë të larguar dhe një ose më shumë të kthyer ishin gati të barabarta, 20% me 22%. Kjo është diçka interesante dhe fillova ta lexoj më me detaje, të shikoj të dhënat pa detaje. Edhe pajtat e Beratit, shikoj nëse Berati ishte me dhënë vërtet apo si ishte vërtet. Berati ishte rrethi që kishte më shumë familje me migrant dhe emigrant. Pra kishe të ikur të ardhur, kishe rreth 70%, 69% të familjeve në Berat kishin o të larguar o të kthyer. Dhe kur shoh Beratin, Berati kishte rreth 10-15% më shumë familje me të kthyer se sa me të larguar. Pra Berati ishte një rreth që provoi me 2 burimet ndryshme që ishte një histori. Dhe ti fillon se kërkon ta shpjegosh cilat janë arsyet vërtet po kthehet trendi. Dhe kur shikon e krahason me rrethet e tjera, shikon një tendencë kthimi. Se është tendencë, se ne tash po i marrim veç e veç. Gjë që s'ka ndodhur përpara të kthyer. Në regjistrimin e 2011-s ne kapëm rreth 147.000 të kthyer mos gabojmë, cilat ishin rezultate e krizës në Greqi. Po, se atëherë ka pas një influks, po. Dhe këty tash ishte spriste një influks. Ky 2023 me 259.595 26.000 ishte diçka e çuditshme. Kur shohim që dhe Berati tregoi që në këtë vërtetim që ishte kështu, atëherë shohim dhe rrethet e tjera. Kur shoh rrethet e tjera, shikoj që Tirana, Vlora, Durrësi, Fieri ishin gjithë rrethet që kanë turizmin më të lartë se gjithë rrethet e tjera tek ne, kishin më shumë familje me të kthyer. Lezhë mos gabohem. Nuk e di tani, me siguri që kërkon më shumë thellësi vëzhgimi edhe ndoshta ke akoma për të thënë për Beratin. Për Berati ka pasur 2 faktorë të rregjes shumë fort. Ka edhe kthimin e shtëpive të vjetra në pjesë e infrastrukturës së turizmit. Ka edhe pjesën e zonës bujqësore me shumë rezultat. Kantinat më të mira ne i kemi në Berat, në gjithë vendin, midis kantinave më të mira. Kështu që aty ajo fjala shifrushin e piqet është pak si shumë përkuese. Edhe miku jot Ervin Demo ka bërë punë të jashtëzakonshme aty. Po i vërtet, është faktori zoti Demo këtu. Po, patjetër. Shiko, është faktori njerëzor në çdo element. Ajo që unë duhet të them që është edhe në Shkodër, po shiko Shkodrën, që e keni marrë së menaxhuar i vonë, Shkodra ka potenciale të jashtëzakonshme, se Shkodra është një rreth që ndoshta i ka të gjitha elementet e turizmit
që mund të ketë Shqipëria. Po, Ka detin, ka liçenin, ka tre lumenj, ka historinë, ka një kalat më të vjetra, malet të bukra afër. Pra, unë shoh në mënyrë relative. E shoh edhe atë një periudhë 5 deri 6 vjet. Dhe ju e dini më mirë. Po zhvillohet infrastruktura, më që zhvillohet infrastruktura. Pse e them këtë? Edhe pse vinë shqiptarët parë? Emigranti është votë për politikën, emigranti është remitanca për familjen, po emigranti të radhë parë është investitor, është investim. Është eksperiencë, është investim në kapitalin njerëzor, që është eksperjenca, investim kapitalin njerëzor, po është dhe investim financiar. Sepse këta njerëz që kanë kursyer, që vinë, sa që është interesante është që nuk po vinë vetëm mosha ime, pra nuk po vinë vetëm ne që do të dalim pension, edhe jemi konsumator. Se do të vijë dhe gjenerata ime. Dhe do jemi konsumatorë dhe do nxisim konsumin, por nuk do të investoj. Dakor? Flas për moshën e tretë. Jo se unë jam moshë e tretë. Me shkator. Na mbete. Po mirë, shiko. Ne Ne themi që njeriu nuk vdes nga pleqëria, vdes se nuk e pranon pleqëritë e shë. Kështu që ne duhet fillojmë të pranojmë se ku jemi. Nëse ajo që doja të thosha është që neve do jemi konsumator, po ata që kanë ardhur në bazë të dhënave të këtij vritimi është janë 35 plus, okay? Ata që hikin janë 25 deri në 45, por ata që kthehen janë 35 plus. Pra e ka dhe një 30 vjeçar minimumi këto që vinë për të investuar. Do me thënë që tregon që kanë shkuar, kanë krijuar një kapital dhe po kthehen. Në çfarë ke parë në trendet e tjera të vendeve të tjera që janë përpara nesh, që kanë hyrë në Europë e tjerë. Çka ke konstatuar në këtë aspekt? Jemi shumë të ngjashëm. Po të marr rast në Polonisë ku pa e parë. Polonia bëri shumë mirë ekonomikisht. At the end of the day që themi ne në fund ditës është ekonomia. Po bëri ekonomia mirë. U kthyem pse? Është balanci mbi të ardhurat reale. Shqiptarët si gjithë emigrantët e tjerë bëjnë një bilanc. Unë kaq janë të ardhurat, u kaq harxoj. Kaq në Shqipëri, kaq harxoj, sa kurse fuqia blerë. Bilanc që ata që nisën nuk e bëjnë. Jo, nuk e bëjnë. Ata nisën sa marr këtu, dhe sa më mbetet dhe sa marr atje, po nuk e din që atje tani nuk mbetet më. Mbetet më. Po. Me fjalë, për arsye sepse është përmirësuar gjendja ekonomike, rritja rrogave, dhe veçanërisht rritja rrogës reale, do të thënë indeksimeve, çmimeve është më e rëndësishme për të ardhmen se sa gjërat e tjera. Dhe bëjnë këto llogaritje dhe kthehen. Dhe emigracioni fola të bëhet fjalë për 1.6 milion që ishin në Angli, ka ikur pjesa më e madhe u kthyen sepse filloi vetëm në Angli. Vetëm në Angli. Filloi të kishte ekonomia polake, më duket se shkoi në 7% GDP arritje, prodhimi i përgjithshëm duket e tjerë. Pra, ata ishin përpara dhe ata janë rreth 10 vjet përpara nesh. Sepse do 10 vjet kanë hyrë shumë herë më përpara nesh në Bashkimin Evropian. E dyta ishin letonezët, po strukturën më të ngjashme kemi me kroatët, që është një fenomen i viteve të fundit. Dhe këto shembuj unë i kam marrë parasysh të tash po merresh me projekcion nga Instati vi. Sot kam qenë para ditën në Instat duke analizuar këto dhënat. I çudita pak se s'më pristin. Duke i parë të dhënat për të bërë projekcionet, kryesisht eksperjenca kroate është më e ngjashme me ne në kuptim të kthimit. Pse duhet dim? Sepse ne duhet dim ç'a kemi ne. Tash që është faktike, ne kemi që po kthen një tendencë, me fjalë nuk kemi pasur shkurt të kthyer në numër të madh, kemi të kthyer në numër të madh. Kjo nuk do të thonë që s'po lënë, akoma ka njerëz që largohen. Por neto si vend po vjen duke ulur. Emigracioni neto, që është negativ, po vjen duke ulur. Atëherë neve shohim se kur do arrim atë pikën e balancës. Ne këtu bën debatet midis ekspertëve. Dhe kur i vë këto në mënyrë relative se sa vjet i kanë marrë këtyre vendeve, ta kthejnë dhe me çfarë lloj koeficienti e kthejnë, pra me çfarë lloj shpejtësie e kthejnë, Kroacia duket një nga vendet më të ngjashme me ne dhe me strukturë më të ngjashme, se na analizojmë dhe sipas moshave dhe gjinisë së rëndësishme. Dhe shumë shpejt do kthehet. Rastin e Beratit do e ndjekin shumë vende. Ne harrojmë që zhvillimi vjen me urbanizim. Do thua Anglia ka bërë para 150 vjetëve, ne jemi akoma duke bërë urbanizimin. Dhe urbanizimi këtë në kupton që një pjesë zonave do të po shikoja një ditë një dokumentar
në Angli për zonat e braktisura. Po, plockë. Ne themi, Fshatra. ne shohim këto industritë tona që janë shumë modeste në krahasim me ato qytete industriale të tyre ish, jo qytete miniera, këto doan një trishtim i madh. Patjetër. Trishtim i madh. Po shiko, ne harrojmë Fshatra të tërë, bukur, kryevepër, bosh. Bosh. Ne shohim se si është diferenca çmimeve midis qendrës së Londrës, flas për se zakonisht këto ndryshimet pa barazinë tregojnë, çmimet e shtëpive tregojnë që është kërkesa më e lartë të Londrës me jo vetëm me qytetet, po me fshatra pasaj është sikur të blesh të njëjtën madhësi me një të 15 çmim. Domethënë, po Italia ka fshatra të tëra. Italia është bërë më Jo, Italia sot ka debat atje brenda për fshatrat që janë dhe trashëgimi kulturore botërore dhe që ka një numër shumë të vogël pleqsh dhe ata duan të krijojnë një mekanizëm që të çojnë të rinj për të mbajtur pleqt dhe që ata të akomodohen aty dhe pastaj të ndërtojnë diçka, turizëm etj, por që kthehemi te diçka që është shqiptare në këtë mes. Ky fenomen i braktisjes në Itali ka bërë që të ulën çmimet e shtëpive. Me një fjalë, ti në një zonë jo të braktisë ose gjysmë të braktisur në Itali, mund të përballosh diçka më të mirë se një zonë gjysmë braktisur këtu në Shqipëri. Megjithatë edhe këtu disa balanca kanë filluar të vendosen. Po, me fjalë ka një stagnacion. Po unë doja të bëja një lidhje në këtë, duke qenë se ti vjen këtu për herë të parë se je në një farë mënyrë edhe dëshmitari i dy tranzicioneve të mëdha. Tranzicionit Shqipërisë dhe tranzicionit Britanisë. Në Shqipëri një tranzicion ekonomik, në Britani një tranzicion politik, në një farë mënyrë, sepse sot Britania ka hyrë në një krizë të sistemit vet elektoral dhe që sigurisht është një krizë që nuk e ka sistemi elektoral, e ka shoqëria që projekton tek nevoja për më shumë alternativa apo tani nëse do bëje një përshkrim të shkurtër të si e gjete Londrën, çfarë përshtypje pate dhe si e shef në këto vite dhe si e ndjen sot, me si e le Shqipërinë, si e ndoqe në këto vite dhe si e shef sot. Qa lloj përshkrimi do bëje? Mendja e njeriu ne themi funksionon në mënyrë cross-sectional, pra i madh gjërat vertikalisht. Që do me thënë që ne funksionojmë që e krahasojmë Shqipërinë sot me Greqinë, me Italinë, me Koqishtan, me Kosovën, me Kroacinë, madje edhe me Gjermaninë apo me Anglinë me këto. Dhe harrojmë që Anglia ka kaluar revolucionin industrial në 150 vjet, 170 vjet përpara. Gjermania po ashtu, që Anglia ka pas një sistem demokratik prej 600 vjetësh, 300 vjet të konsoliduar etj. Ka pas gjykatat. Që ka pas gjykatat dhe vazhdon akoma. Që ka pas gjykata me shekuj. Edhe ka që ka pas administratë me shekuj. Do me thënë që një vend që nuk ka kushtetut, po ka ligje. Në 300 vjet. Në treguar një që shumë Tony Blairin, New Labourin, edhe kjo na bashkoi, se kemi qenë tifozë të New Labour në periudhë që dia çdo gjë ça bënin çfarë, edhe kur e kam pyet për atë pjesën e futjes në zyrë, dhe që Britania e madhe kishte vetëm 44 vende të lira. Pra 44 vet ishin në të gjithë sistemin e Britanisë madhe që mund t'i ndërronte partia që vinë në pushtet. 44 vet. Edhe ato rrezik kanë qenë ambasadorët, Chris. Jo, ishin 44 vet, ishin domosdoshmë këshilltar politik në trika të ndryshme. Se prek dot ai sekretarin e përgjithshëm të një ministrisë. Sekretari në Downing Street. Në Downing Street nuk ka asnjë më, gjithë ata pritet për si kryeministra ata, e kupton? Dhe i thash, po mirë, si ne dha u përpoqëm, bëm diçka, tha, e hapëm pakta, po prap tha, është. Po kjo tregon se funksionon institucioni. Franca është më keq. Hyrja në sistemin politik ose të shërbimit social, të shërbimit civile shumë. Ne kam pas me qindra vjet. Patjetër. Dhe ne duhet ta shikojmë ku ishim edhe ku jemi. Një shoku joni përbashkët, dikur në opozitë, tash e ka lënë politika,
mund t'ja përmendej emrin, Genc Rullit, kur bisedoja një herë me të, po i thosha, ankohemi shumë për edhe, po ankohemi me se ne harrojmë se ku kemi qenë 30 vjet përpara dhe ku jemi tash. Genci është i papam kur ftet shu pa kamerë. Patjetër, edhe thoshte që ne harrojmë vërtet ku kemi qenë dhe çka kemi arrit. Ne harrojmë që kemi qenë në një periudhë pas komunizëm me një mentalitet gjysmë feudal, otoman. Dhe jemi tash në një ekonomi të tregut, nuk po themi 100% funksionale, po 70-80% funksionale, se ka akoma informalitet, dhe kërkojmë që të ndryshojmë vendin pa ndryshuar mentalitetin. Dhe mentaliteti kërkon ndryshim gjeneratash, dakor? Se s'mund të ndryshosh dot mentalitetin me një gjenerat. Fatkeqësia deri diku është mentaliteti i punës i gjeneratës re nuk është piles fare me mentalitetin e punës gjeneratës tonë, që është gjenerata e fundit që u edukon të komunitet. Plak tani, po na hapi të plak. Kur shkova në Angli ishte më tepër kuriozitet. Unë mu dha mundësia që shkoj edhe në Itali, Italia s'ta dukesh se vendi jashtë, tash në Itali s'është dalim me shteti. Nuk ta dukesh. Ishte Hollanda dhe pastaj Amerika. Amerika ishte mbas 6 muaj në Harvard dhe thashë të shkoj në LSE. Jo se njihsh LSE. Po kur vajta atje, arsyet besoj se i di. Ka gjenerata jonë, ishte kryesisht nga sporti edhe në rock and roll. Dhe kur vajta atje në njerëzit thonë patë shok kulturor, jo, po u çudita që kishte edhe në Angli njerëz që flinin rrugëve, nuk ishin vetëm këtu tek neve, ose kishe me fjalë. A, më shumë tani? E di që ka më shumë sepse është ekonomia më dobët. Na më shumë. Dhe kur vajta unë në 93-shën patëm një krizë të madhe ekonomike atë. Para se ta merrte Blairi, vinte New Labour, sepse ndodhi ajo exchange rate mechanism që ulën interesat gjermanët, ajo me mërkura e zezë që e quajnë ato. Dhe mbaj mend një bisedë me një nga kolegët e mi të punës. I thash, gjunafi thash për të gjenerat në rej, thash sepse do ketë ndryshime në tregun e punës, do rritet papulësia etj. Ishte kriza e parë që unë kam përjetuar në Angli atë tresh. Edhe bëri më herë dëgjoj këtu era. E njëjta me Shqipërinë. Ju keni pa kaluar, keni vuajtur në kohë të komunizmit, keni pas vitet 80, periudhën e tallonit. Edhe ne si Britani, gjenerata ime ka provuar periudhën e tallonit mes luftës së dytë botërore. Çdo gjë e kishim edhe ne me kupona. Kalamajt e mi kujtojnë që buka bëhet në supermarket, edhe ushqimi bëhet supermarket. Që mirë është vuj dhe kjo gjenerata e re tha pak tha që të kuptoj se sa e rëndësishme është të kesh këtë mirëqenie. Kështu që mua më bëri përshtypje kryesore ishte ndaj vetvetes që çka kam mësuar anglisht ajo kaloi. Çka kam mësuar unë programim, dhe kur shifshe që ata ishin, kujtova sigur ata ishin programues edhe ishin tajpista. Pra, por aman gjendja nuk ishe e mirë, gjendja ekonomike deri në periudhën që erdhi laboristët në pushtet. Situata makro e kishte rregulluar. Qeveria konservatore në fund, në vitet e fundit, dhe Blairi e pati këtë fat, që e gjeti, nuk e gjeti siç e gjetët ju, me një grop të madhe buxheti, po e gjeti situatën makroekonomike të mirë nga reformat e Thatcherit plus periudha. Jo, Thatcheri kishte kaluar, po ishte kryesisht reforma. Po reformat e Thatcherit ishte privatizim, ishte periudha John Majerit që stabilizoi makroekonominë edhe financat. Dhe kishte mundësi që të investonte si i madh që ishte në anën sociale. Investimet më të mëdha në shërbimin shëndetësor janë akoma të kohës Blairit. Sa rrihet ajo më? NHS-i? 64 miliard në vit, asnjëherë. Jo dhe investimet, po koha e pritjes. Po patjetër. Tani sa është thuaj pak kryeshin na ndjekin. Sa është në rasti konkret. Ka dha një rritje tensioni para 2 javë. Jo, më po të flas rastin konkret. Po. Vajta te doktorin, tha mua, tek doktori i familjes, më tha mua, duhet shkosh në urgjencë. Po s'jam për urgjencë më burri, thash, vërtet e kam të lartë tension, duhet shkosh në urgjencë, që të shikoj kardiologu atje, e di që do presësh një 4-5 orë, 6 orë në urgjencë, po të paktën të shofi tani. Po pse? Po se po të organizojmë një takim, ti organizoj takimin, edhe unë po pata mundësi do shkoj në emergjencë, po nuk u ndjeva nuk do shkoj. Aja organizoj takimin dhe ishte rast emergjencë, sepse grup mosha ime e ka vënë një stent dhe tash ka një problem tensioni, shihet si emergjencë. Dhe në këtë moment më vjen me tekst se e kanë digitalizuar tash, më vjen takimi. Pas një viti, në tetor të 2026, s'do ta shoh, dhe jo kardiolog, infermierën e kardiologjisë. Me fjalë duhet përplasesh për tokë,
Po, Që të cikoj. po rezonanca, Jo, mos bëhet të është rezonanca magnetike. nuk bëhet fjalë që të bësh një rezonancë magnetike. Ja, Bleri futi atë që ju e quani check-up, po ata e quanin kryesisht për kancerin e gjirit edhe për prostatën më vonë, këtë kontrollin e përvitshëm. Mamografi. Mamografi plus, në njëherë bënin edhe skanerat të tjera dhe analizat tjera, dhe tashi e kaluar nga 6 muaj, ka kaluar në 1 vit mos gabohem, sepse se përballojnë dot, është rradha 3 vjet për një operacion të thjeshtë. Kështu që çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ai fenomeni që këtu në Shqipëri është më i përhapur se sa atje, që po rritet sektori privat. Me fjalë ti tash shikon një reklam që edhe veten e gjesi të thotë po të kalosh në një sistem privat që bashkëpunon me ne mund shikohesh më shpejt. Do me thënë, kosto nuk e mban më qeveria, si që mbante nga taksat tona, por ka kaluar dhe kostot e xhepat e Arianit me shok. Britanikët që jetojnë atje. Ndërsa këtu kjo ishte, kjo më te kaloi mu. Matja tensionit masiviti, kjo më te kaloi. për të ndryshuar ilaçet. Një vit. Është sistemi është ka shkuar ka rënë. Pse një sistem në cilin nuk investohet në mënyrë të vazhdueshme, në kohë që plaket popullsia, me fjalë një nga gjërat që unë bërtas kur flas. Çfarë ka në gjë tjetër për shkakun që s'është më siç ishte? Transporti. Për arsye se transportin e privatizuar, a mund të privatizohet infrastruktura me fjalë shinat, trasea, edhe një kompanie, mungesa konkurrencës e shkatroi. Jep me licencë ose me PPP që të merrohen njerëzit përdorimin e trenave, linjave caktuara, dhe ato janë dobët janë një gjendje që të përmirësohen. Po shkatruar mbi të gjitha shkatruar fuqia blerëse, nuk ka mundësi njeriu të jetojë. Me fjalë Keir Starmer erdhi në pushtet me premtimin që do të përmirësoj gjendjen ekonomike. Për gjendjen basë. Affordability. Ja që të kenë mundësi që të kalojnë muaj. Bëhet fjalë për ngrohjen e për shpira të gjeneratës së tretë. Bëhet fjalë që t'i ndalojmë apo t'i japim atë 250 pound që t'ja japim pensionistëve për të ngrohur. E hoqet e edha, nuk e di vitin tjetër, në dimrin e ardhshëm do t'ja japi pra. Janë gjëra pas. Ja dhe hoqi. Ja hoqin fillim, pastaj e kuptoi që ju kthye presioni politik dhe ja dha pastaj. Me fjalë po ulin një gjë që unë e njoh mirë, për arsye se e kam në shtëpi, është investimi në disabilitet për njerëzit në nevojë. S'ka, sepse shteti social merr shumë para atje, sa nuk di se ku do t'i gjesh. Për arsye se ekonomia u bë një kohë gjatë që mbetet në shifra qesharake, nga 0 deri në 1%. Ky 3 mujor shkon poshtë, 3 mujor i tjetër rritet pak. Dhe si i thaj këshilltari i Clinton, të di më mirë se is the economy stupid. Baza e gjithë shkaje, qofse do flasim për 10 vjetët e ardhshme në Shqipëri, se unë kështu tentoj të shikoj. Pra, në mënyrë progresive ose retrospektive, pra krahasojmë me ku kemi qenë dhe krahasojmë me ku do shkojmë. Vetëm po e bëm atë do fillim, do marrim çik sens realitetin. Në Shqipëri s'ka fare sens realiteti. Domethënë, edhe ai që kërkon të bëhet dikushi, nuk e kupton nga vjen dhe ku po shkon. Dhe unë mund vajta në Britani, bëra atë që bëra si student. Po gjithë fazat e tjera ishin të ngadalta. Mos mund bësha profesor brenda 2 vite, s'është bësh. Këtu e kemi ndryshe. E di se kam prek me do. Këtu e kemi drejtor, o deputet, o ministër, o s'ka tjetër. Do me thënë, të paktën këta që i drejtohen karrierës politike, ose që afrohen dhe politika, ose që duan të merren me politikë. Bisedoja me nikin tim këtu, punon IT, nuk e ka kontratën me privat shqiptare, ka me Zviceria. Do vëdhen paguq, a i sa që pagu e bunë longë. Po, këta të IT-s këtu. Ka. Edhe, e ka shpinet, ka të gjitha dhe i thashun, ti shpini thashun me ke marrë me kredi, me mortgage? Jo, tha. A ti ke marrë me mortgage? Ku dalë pensioni, thashun, duhen dhe 3 vjetë, thashun, ta laj mortgage. Po, i thashun, ti fitoni, thashun, po ta karsoj me fuqin blerë shumë të e për se sa unë në Britani, i thash. Dhe ti thash prape, me ndonë, e ke këtu nga mbrapa që të shkosh të bashkojsh vlajt në Ameri. Jo, tha, kam ndryshuar mendje, tash i tha, pse i thënë, po vajta e pashtë, jeton të ai, dhe sa punon të ai, dhe i s'kishë më tepër se 1 javë pushim në vit.
Ndërsa unë këtu kam përshtypjen sa kur të dua, si të dua, fëmijët më mbajnë prindrit e tjerë. Do me thënë, janë ca avantazhe të gjeneratës re që nuk e. Për shembull, po të marrim rastin e mjekësisë, studentëve që marrin mjekësinë. Prap në familje. E tregoj në mënyrë anekdote sepse nuk i kam shifrat si të bëj analizat e të tjera. Po bëm dhe një eksperiment me njëri nga televizionet, që nëse ju i keni garantuar kontratën me ligj këtyre të rinjve që hynë në mjekësi dhe që dalin. Pra e ka të garantuar vend e punës. Ai këtu prapë ka të garantuar deri diku specializimin, që mund të bëhet kardiolog, mund të bëhet onkolog, çfarë të dojë. Dhe e ka të garantuar dhe bën atë që do ai, se do aplikoj, do konkurroj, por nuk është mëshk. Po të shkosh në Gjermani, para do punosh disa vjet që të njohin si mjek, pra do punosh si ndihmës mjek. Mbasi të pranojnë si ndihmës mjek, nuk e di se kur do të vi rradha që të specializohesh, dhe kur specializohesh mbas nevojave që kanë ata. Dhe kur specializohesh, mbasi të kalojnë edhe një 4-5 vjet tjera, sipas vendeve se kanë, vende të ndryshme kanë. Ti prap nuk e ke të garantuar se në çfarë vendi do punosh. Do me thënë të gjitha për gjithçka do luftosh. Që nga hapi parë dhe hapi funë. Që t'jem shumë i sinqert, unë tek ata që janë ambicioz për karrierë akademike, për karrierë profesionale të këtyre lloj profesioneve, unë e mirë kuptoj edhe këtë sfidë. Edhe këtë, s'ka problem. Unë s'mund ta gjykoj se e kam bërë vetë. Jo, e mirë kuptoj shumë mirë, që okay, do kalosh, po në fund sepse je në kushte, të themi, mund të jesh në kushte sfiduese ekonomikisht në një periudhë kohe, po je në kushte absolutisht ideale për të zhvilluar karrierë dhe kërkim shkencor dhe për të mësuar, e kuptoj. Ajo që më trishton është kur nisen mbas bere hajt për të bërë punëtorin e zakonshëm dhe gjejnë situata sot që nuk kanë lidhje fare me ato të para 30 viteve. Para 30 vite punëtori i zakonshëm atje realisht kishte mundësinë të ndante mënjan, lek, t'i sillte, t'i bënte. Edhe tregu i punës ishte më ndryshe se tash. Se ishte tregu i punës më ndryshe. Sot është komplet diçka tjetër. Apo jo që është diçka tjetër, po tregu i punës tani është shumë i paqëndrueshëm se sa tregu i punës kur kanë filluar unë që kam qenë 20 vjeçar, dhe sa tregu i punës i gjeneratës përpara. Ka ndryshuar në konkurrencë për vende pune, sepse ne flasim për një Europë të hapur tash, që ti mund të vjeta merr punën nga Hungaria deri para disa vjetësh edhe Anglia kështu. Dhe po mbi të gjitha tregu i punës i tani është shumë i paqëndrueshëm. Gjenerata mbi ne ka pas kontrata për jetë në shumicën, edhe në privat. Kur merre filloi punoja, le të them për British Airways, dhe do e mbaroi karrierën në British Airways. Kishte përgjegjësi dhe më të madhe. Kompani. Me Thatcher ndryshoi. Në gjeneratën tonë janë kontratat më të mira se që ka gjenerata e re. Po nuk ka dhe me gjeneratën time kontratat të gjata, shumë. Mund të janë 10 vjeçare, mund të jenë. Po njeriu po të dojë të qëndrojë në vend pune, qëndron. Ndërsa në gjeneratën e re tregu është komplet i paqëndrueshëm dhe kjo bën edhe që mos të hyjnë martesa, mos të bëjnë fëmijë, mos të mendojnë të bëhen pak më self-centered, do të thënë që shikojnë që shikose ku do shkojmë, kjo paqëndrueshmëri është shumë e madhe tash në Europë se çka qenë para 10 vjetëve, 15 vjetëve, 20 vjetëve. Dhe e di si e krahasojmë të s'para dua ta them sepse është pak negative. Po mund kujtojnë kur humbën lekët njerëzit në piramida. Dhe gjithë njerëzit hajse po i fusim lekët se do bëjmë lekë, kur ti i thosha prindërve mos i fusin sepse janë piramida, do kollapsen. Mos do kollapsin. Jo, po filani ka futur. Nëse ata më dëgjuan. Po e kisha llafin që ishte një lloj histerie që njerëzit do të fusnin parat andaj këtej. Dhe kur kollapsi. Mund duket që ka element të ngjashëm tani me këtë largimin e shtetit. O ka hikur filani, shoku im, ky ka bë kështu, Dhe kur shkojnë dhe e provojnë, përplasen me realitetin. Janë një pjesë që spehen se kanë dhe setor. I vjen zor. Profesor, kam dhe një pikë tjetër për të prekur, sepse ka diçka në atë periudhën e pas ikjes, po e quajmë gjithse ti s'ke ikur se edhe këtu, që është disi e veçantë në rrugtimin tënd, që është
periudha kur ti i angazhuar vërtet shumë për Kosovën. Jo, e kam marrë vesh, po tani i marrin vesh ne, siç ke dëgjuar i marrin vesh. Po jo, këtë nuk e kam marrë vesh, se këtë e mbaj mend nga atëherë, sepse dëgjoja emrin që përflitej në atë kohë, dhe mua më qelloi një moment që bashkë me disa miq tjerë në Francë dhe organizuam një takim të madh atje për Kosovën. Ato ishte i ftuar dhe ti ke qenë shumë i angazhuar në atë tetën. Shka, unë se gjithë familje shqiptare jam që kam gjysmën e një pjesë të fisit, andaj mama ime është nga Dibran të vjetër, që kanë ardhur nga Dibra e Madhe dhe një pjesë e familjes janë andej, kështu që jemi rritur me ato dashurinë për pjesën shqiptare mbas kufiri. Dhe kur kam shkuar atje në 92-93, ku filloi lëvizja e Pugovës për lobim në Perëndim, s'kishe shqiptar. Kur kam shkuar në Angli në 91, unë me në Koço dhe disa të tjerë kanë qenë të parët që kanë hikur atje. Kishim sa shqiptar të nga ato që ne i quajmë diversant, nga këto të kohës që kishin ikur mbas në Gjustebesës dhe ishin disa shqiptar të Kosovës. Pra kishin 100 kokra, mbledheshin gjithë në një kafe. Dhe kur filloi të vinte nevoja për të lobuar, s'kishin njerëz dhe hapën atë të famshme qendrën informative të Kosovës, ku filloi lobimi. Ti ke filluar herët 93. 98 mbaj mend unë që 98 ishte vit final për arsye sepse ishte para lufte. Dhe në atë kohë unë komunikoj edhe me këta të Partisë Popullore të Zvicrës dhe me këta të UÇK-s, përfaqësues të UÇK-s atje. Dhe unë kam komunikuar, unë kam punuar me të gjithë dhe mbaj mend që kishe nevojë për një lobim. Ideja ishte se çfarë duhet të bëjmë që të nxisim qeverinë e Blairit, që të nxjisë qeverinë amerikane për të ndërhyrë në Kosovë. Ky ishte lobimi më i madh që bëhesh atje. Nuk kishte nevojë të mbushje mendjen Robi Kukut. Robi Kuku e kishte mbushur mendjen as Blairit. Që problemi që si do e perceptonte publiku në atë periudhë, Blairi ndërhyri për arsye sepse 69% e publikut ishin të ndërhyjnë në Kosovë. E njëjta gjë edhe në Amerikë. I sensibilizoi shumë ai momenti i spastrimi. Ai ishte shumë sensibilizuar. Edhe ajo vidja e Raçakut ishte e tmerrshme, që doli në BBC, edhe ajo i sensibilizoi. Po të flas për unë, isha duke dorëzuar, isha duke punuar, po shkoj te 98. Isha duke mbaruar doktorat. Isha duke mbaruar doktoratën dhe një miku im, shumë i pasur, angazhoi për çështjen e Kosovës një PR të Partisë Laboriste, që ne të bënim një organizim. Ideja ime ishte që të bëja një konferencë në parlamentin anglez për çështjen e Kosovës. Dhe për arsye se ne kishim lobuar shumë në Londër, se në Londër ishte pjesa më e madhe shqiptarëve dhe për votat çdo politikan, bante kemi që nga Frank Dobson, që ishte ministri i ekonomisë, deri tek ky tjetri, sa ishte MP i Londrës, po edhe deri tek kryetari i bashkisë asaj kohe. Edhe duke po lobonin fort dhe u prenotua një event në parlament, një konferencë në parlament. Problemi ishte kush do shkonte. Unë isha duke shkruar një ditë kur më bie telefoni. Sa më a jeni Arian Gjonç ato? Po, i thash, unë isha një gruaj me aksent, jo britanik. I thash, po. Sa unë jam Bianca Jagger. Po, i thash unë. Edhe tha, ma ka dhënë numrin tuaj profesor Noel Malcolm, po dëgjoj që po organizon një konferencë në Parlamentin Britanik për Kosovën. Dhe është vërtet. Sa po jam kthyer nga Kosova, tha. Duke grumbulluar fakt, tha, për çuar Miloševićin në Hag. A është mund të marr pjesë? Me kënaqësi, unë çoj kështu dhe në atë moment realizova që ishte gruaja e Mick Jaggerit. Edhe çoj kështu upsa. Edhe në panel isha unë, ishte ky biznesmen i madh që ka hedhur miliona për Kosovën. Ishte një MP i Parlamentit Evropian Laborist, ka qenë Noel Malcolm dhe këta të UÇK-s nuk donin të dilin hapur atëherë, krau politik dhe thirrën Bukoshin se duheshin përfaqësues politik, se ishte parlamenti anglez.
Dhe ajo ka pas 18 parlamentar britanik në Sa sallë. erdhi dhe Bianca, po. Po, pa Bianca ishte në krah djathtë timin duke folur. Dhe ajo që ishte interesante është që këta të zyres Robin Cook, ndjes pas, na thoshin ju lutem mund të përmendni çfarë të doni, vetëm një fjali nuk do. Ndërhyrje me trupa. Ndërhyrja me trupa e shkatron publikut, thoshte, që e kishte edhe Clintoni. Ne nuk e hapëm, po e hapëm gjithë akademikët që ishin atje. Sa do të bëni me ajrin, sa do ndërhyhet me trupa, edhe u hap në bisedë, nuk u hap nga vetë politika britanike. Një muaj pas asaj shpërtheu lufta. Kështu që unë jam marrë dhe e kam për kënaqësinë, kuptimin që Po si e përjeton tani këtë punën e këtyre duçekës që janë atje më? tmerr. E kam, me fjalë, zije me këta shokët e mi të Kosovës, edhe në Kosovë ka ndodhur një tranzicion i tmerrshëm politik. Tranzicioni politik që ka ndodhur atje është që ka një urrëtie për këta të UÇK-s që unë nuk e shpjegoj, dhe është urrëtie e stisur, është urrëtie e stisur nga politika, nuk është urrëtie që njerëzit i urrejnë UÇK-n ose njerëzit e UÇK-s. I urrejnë çfarë ndodhi kur ata erdhën në pushtet. Dhe unë akoma nuk arrit të kuptoj që më shumë para ka dhënë shteti shqiptar, kam dëgjuar për ta, se sa ka dhënë qeveria e tyre në drejtim të specialistëve dhe të ekspertizës për mbrojtjen e tyre. Për mua është e tmerrshme që ata ndaluan financimin për sa i përket. Jo, tani duhet të them diçka këtu, sepse kam bërë këtë debat me njerëz. Okay? Dhe unë duke kam diskutuar këtë gjë nga afër me kryeministrin, me Albinin, por unë besoj që kjo nuk është, në këtë pikë nuk mund të them se ka bërë këtë gjë ose se nuk e ka bërë këtë gjë për arsye politike ose se mund të ketë. Jo, prit, do të tregoj diçka. Që unë është e parë që të them këtë gjë, se kam thënë ndonjëherë publikisht, po e kam bërë debat me njerëz. Unë besoj që ai ka pasur frikë ta bëjë këtë gjë për të mos rënduar pozicionet tyre. Okay. Sepse pozicioni i tij në raport me BE-n, raport me edhe me drejtësi, me Shtetet e Bashkuara, nuk është i pozicion komod. Dhe nëse ai do futej në këtë fort në këtë gjë, nuk e di se sa kanë dhënë, domethënë me siguri kanë dhënë më shumë se ne, pa diskutim. Edhe këtë mund ta them, ne kemi ndihmuar më shumë me sensibilizim, nuk kemi dhënë direkt, sepse nuk kemi dash dhe ne të krijojmë këtë idenë që orë çfarë ndodh këtu, ç'pun kanë këta. Kthehet në shqiptarizëm. Se po, shtet tjetër, ku diun me këto idiotësitë këtyre. Po besoj që ai nuk ka dash të ekspozohet si një person që po rrotullon frikën ndaj sistemit ndërkombëtar, ndërkohë që ka qenë hamtazi kundër atij tribunali. Nuk ka shqiptar që është pro, nuk ka shqiptar që është pro. Nuk e kam folë ndonjëherë, me siguri do ta flasësh se kush e di janë këto, do dalin sa titull atje në Kosovë, sa ta mezi presin më. Po më shiqyr, ama. Le të më përgojojnë mua. Jo. Bollo se kam problem fare unë po. Jo, ideja është që aty ju larguan dy nga këto baristerët më të mirë që kishe, po nejse, ajo është çështje tjetër. Si e përjetoj? Unë e përjetoj shumë keq. Kanë pas vështirë ata. Shumë vështirë në anën financiare, po prandaj po them. Është shumë e vështirë ta ngresh këtë gjë me sponsora, me patriotizëm, sepse gjyqi gjatë, avokatët janë avokatë, ata thonë faturën nuk ka aty, dhe faturat janë të kripura atje. Po unë besoj që mos ekspozimi, mos mbështetja nga ana e Albinit ka qenë një çështje mos ekspozimi. Unë kështu besoj, nuk do. Çiko, për mua nuk ka rëndësi, për mua ka rëndësi. Tani se buam turën me radhë, ata herë më turën ata që me Demek janë më afër me, herë më turën ata që me Demek janë. Unë fakti kam realisht domethënë shoh gjithsej s'kam kështu fare pozicion atje. S'kam dash kur të ndërhyj në punët e tyre, më është duk qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu, po tash
sikur s'po e bëjnë më se morën mësimin. Dhe pjesa tjetër pastaj është nevojë për të qenë të drejtë dhe për të qenë vetja. Ti je vetja, historikisht, e ke edhe të njohur që je vetja, në herë kjo të ha probleme, në herë të... Edhe me disnesh ka njëherë. Po ne kemi bërë sherr bashkë. Jo që ta din njerëzit, që edhe takohemi prap dhe bisedojmë prap. Ne kemi bërë sherr, po kemi bërë sherr për punë. Po. Kështu Sherr për punë. Kështu që nuk është Shiko, dikush ka thënë një fjalë shumë të bukur, nuk e kujtoj cili nga këto mund të më kuptohet. Cilësia e demokracisë. Pra, edhe cilësia e bashkëjetesës. Po. Në shoqëri apo me shoqërinë, me miqt, me shokët, me të njohur, apo dhe në familje. Nuk varet nga sa shumë bijem dakord me njëri tjetrin, po varet nga mënyra se si nuk bijem dakord me njëri tjetrin. Ka një mënyrë të mos rri dakord duke ngritur zërin dhe duke buzëqeshur dhe në fund duke vazhduar rrugën bashkë. Ka një mënyrë të mos rri dakord duke i shkullur flokët dhe duke i nxjerrë syt njëri tjetrit. Janë dy mënyra të ndryshme mos janë dakord që përcaktojnë cilësinë e jetës. Ti më shptove martese mua se do ta vë gruan ta dëgjoj këtë podcast sepse ne kemi karakter. Ta gjithmonë bijem dakord që të mos bijem dakord. Jo, kjo është shumë e vërtetë. Edhe po të mos e mira e marrëdhënies që kemi ndërtuar ne për punën që kemi bërë nga 2006 që mbaj mend, po më të drejt për drejt nga 2013 kur erdhët në pushtet më tej, është që ka qenë marrëdhënie hapur dhe marrëdhënie e ndershme në kuptimin unë bëj këtë, s'bëj këtë ose bëj atë. Unë bie dakord për këtë, s'bie dakord për këtë. Këtë e ke në dorë ti. Por tani për të marrë unë pak sa kuat në sytë tu, ti ke qenë kyç në reformimin e arsimit lartë dhe tani që ka ardhur 10 vjet kohë, ka ardhur koha për të riparë tjerë, do bëhet greshtë. Jo, i kam thënë. Arjan Gjonçaj në mos harroni, ka thrisin tavolinë, ai është kryeautori i asaj reforme, të vi të shikoj me sytë e vetë mas 10 vjetësh çfarë i mendon që ka hetë, çfarë mendon që s'ka hetë, dhe të ballet edhe me vetveten. Me vetveten dhe me të tjerët. Me vetveten rreth parë, pas edhe me të tjerët, me ata që duan të bëjnë ndryshim. Unë jam më i thjeshtë se sa që dukem nga larg, po çfarë të bëjmë? Në afër dukem i ngatruar nga një herë. Unë do thosha të kundërtën. Me bëra një lojë fjalësh edhe ti, do i bëra një lojë fjalësh dhe ti e kap. Të falenderoj shumë profesor. Ky ishte profesor Arjan Gjonçaj. Kjo ishte tema interesante. Shkuam në fakt nga rikthimet e shqiptarëve tek dëshira jonë e zjarrt bashkarisht që udhëheqësit dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës kthehen në shtëpi.